Ky është udhëtimi që duhet të bësh patjetër në Europë. 3 qytete, një itinerar që nis nga Tirana dhe të çon në Budapest, Vjenë dhe Prag. Një rrugtim që duket luks, por kushton shumë më pak nga ç'mendon. Fluturimi nga Tirana në Budapest fillon nga 35 euro. Sa po zbret në aeroport, merr autobusin 108 që ndodhet më një herë jashtë terminalit dhe të çon direkt në qendër. Hotelet fillojnë nga 70 euro nata dhe me seti pas 24 orësh për 5 euro mund të përdorësh transporti publik pa limit. Për ushqim, një pjatë tradicionale gulash kushton 9 deri në 10 euro. Bira 2 euro dhe ëmbëlsirat lokale si chimney cake duhen provuar me patjetër. Për të parë në Budapest janë Buda Castle, Cambridge, Parlamenti dhe banja termale. Nga Budapesti për të shkuar në Vjenë, merr Flixbus dhe udhëtimi zgjat 2 orë gjysmë dhe bileta kushton 10 deri në 15 euro. Në Vjenë, hotelet fillojnë nga 80 euro nata, ndërsa bileta ditore e metros fillon nga 5.8 euro. Për ushqim, duhet të provoni me patjetër shnicelin, i cili kushton 10 deri në 12 euro. Duhet të vizitoni Schönbrunn Palace, Belvedere dhe Stefan Platz. Nga Vjena, merr trenin për në Prag për 20 deri 25 euro dhe për pak orë je në një nga qytetet më parallore në Europë. Akomodimi në qendër fillon nga 80 euro nata, ndërsa biletat e transportit publik janë vetëm për 1.5 euro për udhëtim, ndërsa për ushqimin, një pjatë tradicionale vendase i gjenin nga 10 deri në 12 euro. Për të parë në Prag janë Charles Bridge, kështjella, kulla astronomike dhe qyteti i vjetër. Ky itinerar nga Tirana është udhëtim perfekt për 4-5 ditë plot aventura. Bëj tak personat me të cilët do ta bëje këtë udhëtim dhe mos haro, më ndiq për më shumë video rreth udhëtimeve.